se askush nuk flet për tiraninë e transparencës. E dini çfarë është tirania e transparencës? Është kur ty të krijoj një oqean pa fund, me informacion, me kulturë, me ngjarje, me shpillime, dhe të hedhi në mes të oqeanit dhe ton tigja tani. Gje e bregun. Gje e bregun. A mund njëri në mes të oqeanit të gjej bregun? Jo, duhet metodologji. Por kjo vegla e vogël, magjike, që na afron me botën, në fakt na ka hequr mundësinë e metodologjisë, që ne të bëjmë pyetje, të gjejmë përgjigje dhe pastaj të gjejmë zgjidhje. Dhe kjo është sfidë tjetër që ta flasim për brezat tanë. Sepse mendoni pak, tani ne porozojmë shkencën. Tu mjafton të dalë dikush që është me shumë ndjekës, me shumë popularitet, që ka të gjithë rinin apo çfarëdo lloj audiencë që e ndjekin për të shtyr kohën, dhe çfarëdo që thotë personazhi i rrjeteve sociale, kushdo qoftë, bëhet fakt. Po jo fakt në kuptimin fakt i provueshëm shkencërisht, por bëhet fakt i debatueshëm sociologjikisht. Dhe kur ajo vjen në kryesën tonë si fakt që e merr bisedën, dhe kur e merr bisedën, njerëzit që ti ke përballë, nuk vin për të dëgjuar ty, vin për të verifikuar nëse ai fakti është i vërtetë apo jo. Nuk vin për të kuptuar dhe për të respektuar dijen tënde, për të parë ty si pikë referimi. Por ata do të thonë, s'ma mbushë mendjen. E keni vënë që sot profesori, shkencëtari, filozofi, antropologu, matematikani, inxhinieri, është i zhveshtuar. Sot, në këtë botën moderne, kur i ditën i përpiqet të ndihmojë, të ndriçojë mendje, kushdo që ka mendjen të mbushur nga rrëmuja, nga oqeani, nga tirania e transparencës në celular, thotë ku merr veshni, ose ka pastaj, është kjo loja tjetër, je konspiracionisti, i shërben atyre, i shërben këtyre, s'ka një të mbliuar dhe këto teorit që në momentin që ti përpitesh të mbrosh shkencën, dijen, ti e bën se ti kush paguar. Ti e bën se kush e di se kujt i shërben. Dhe po i rëzojmë kishat, xhamit, po rëzojmë shkencën, të gjitha pikat e referimit.